Dhe ekspertët e Iranit apo njerëzit që mund të shkojnë në terren dhe të shikojnë çfarë tuneli është shëmbur, çfarë dere është shëmbur, sa metra kub dhe kanë rënë këtu apo atje, çfarë centrifuge është prishur. Pra, pa vajtur njëri në terren, asnjëri nuk e di. Ato që thotë sot i Trump nga fotografitë nga sateliti janë më se reale, më se të vërteta, pra nga ai lloj shpërthimi që është shëmbur kaq material dhe ka rënë mbi ato, ai nuk ka asnjë lloj diskutimi që është fare e vërtet. Sa është sasia e dëmit të shkaktuar dhe a ka pasur njoftim paraprak, sepse dihet, është njoftuar dhe nga Irani dhe nga Amerikanët që bombardimi i bazës në Katar ka qenë njoftuar orë përpara dhe bile edhe lloji i armatimit që do goditej, kështu që ata kishin marrë masat për t'u mbrojtur. Madje Trump edhe falenderoi pas këtij sulmi. Po, a ka ndodhur në një gjë dhe në sulmin amerikan ndaj kësaj gjëje? Kjo është gjëja që e bezdis vërtet autoritetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë moment, sepse do humbisin shumë kredibilitet. Kam përshtypjen që të gjitha jetojmë në një kohë ku fake news, informacioni keqdashës apo i deformuar, është jashtëzakonisht i vështirë, sepse në një fjalë po të heqish apo po të shtosh, e ndryshon, i jep një rrotullim krejt tjetër të gjithë qëllimit apo mendimit që ke dashur të shprehesh me atë fjali. Kështu në këto kushte, po mundohem të shpjegoj pse gjithë ky zemërimi i presidentit. Zoti Andoni, cila është ana e së vërtetës më interpretueshme dhe cila duhet ndriçuar? Ajo çfarë thon shërbimet e inteligjencës dhe raportojnë mediat amerikane, çka për presidentin Trump u bë objekt të subjekt diskutimi, madje edhe duke kontestuar një pjesë të mirë të medias prestigjioze amerikane, apo kjo që mund të jetë ndoshta edhe një tentativ për të zhbërë atë që mund të jetë trillim, konspiracion apo mizansken? Unë besoj logjikisht që informacionet e shërbimeve sekrete më të klasifikuara rrallëherë mund të qarkullojnë në media. E para sepse janë jashtëzakonisht të kufizuar dhe dyta kanë koeficient sigurie shumë të madhe. Por pjesa që është në duke realisht ka shërbyer me çfarë po shikojmë që Izraeli të dalë nga një periudhë jashtëzakonisht e vështirë, ku tashmë etiketohet si një vend që po bën genocid. Zoti Andoni, kjo a e vën në diskutim dhe pikpyetje të gjithë fiktivitetin e mundshëm të kësaj situate, apo mund të jetë pjesërisht e diskutueshme sot? Por e fut botën në një vështirësi më të madhe. Pse? Ne po gjendemi përballë një, po e themi edhe një herë, përballë një genocidi. Dhe nuk është turp për ta thënë. Dhe nuk është frikë për ta thënë, dhe duhet kemi një çik moral për ta thënë. Dhe zoti Netanyahu e ka thënë gjykata ndërkombëtare e krimeve. Gjykata ndërkombëtare, po kene nuk thuhet. Ndërkohë që zoti Netanyahu tashmë është përpara dyerve të gjykatave ndërkombëtare. Dhe kështu që nëse dëmet kanë arritur në këtë stade, pra është e diskutueshme edhe për fiktivitetin e kësaj mizanskene. Pjesë e madhe e vendeve të cilat njihen për një lloj identiteti, kanë filluar të mendojnë realisht për njohjen e Palestinës, edhe rrugët se si kjo do realizohet. Por do sjell diçka për pjesën e armatimit të Iranit, që kjo është shqetësuese dhe bën pjesën e asaj që zoti Trump thot ndaj shërbimeve të tij të sigurisë pak të pavlefshme. Pse? Ka qenë rasti i Kinës në vitet 50. Mao Zedong thoshte që bomba bërthamore ne mund na shkatroj, mund na vrasë deri 300 milion njerëz, por ne me popull i madh, jemi popull vital, ne do ngrihemi. Kjo është forca e perëndimit. Po e dini ç'kishte bërë gjatë kësaj kohe? Forcoi marrëdhëniet me ish-bashkimin sovjetik dhe dora dorës, me atë shpirt të madh siç kanë ata punëtor gjitha, arritën e morën bombën. Në orët e fundit, po të ndjekësh lajme të tjera,